Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për t'ju dhënë momente të bukura ju fansat e Kiara Titos. Kiara Tito dhe Luiz Eli gjithmonë kanë ditur të na surprizojnë, gjithmonë kanë ditur të na japin kënaqësi, gjithmonë kanë ditur dhe kanë gjetur formën me sinqeritetin e tyre, me artin e tyre shpirtëror, me ndjesinë e tyre shpirtërore, duke na falur emocione, duke na falur dashuri dhe duke na falur pozitivitet, duke na sjellur gjëra që ne na pëlqejnë. Ishte vetëm 2 muaj më herët kur Kiara Tito në një intervistë në Top Albania Radio zbuloi sekretet e shtëpisë, do me thënë gjërat e shtëpisë i nxori në pazar, kështu le ta themi. Ajo foli për një film që do të punonte me Luiz Elin, një skenar i shkruar vet nga Luizi, një ide e ardhur nga Luizi, një frymëzim nga Luizi, ndoshta ne jemi mësuar që gjithmonë të themi që për të bërë një film apo për të realizuar një diçka kaq të madhe duhet të jesh një regjisor i shkolluar, duhet të jesh një person që e marrur me këtë treg, por jo. Ndonjëherë gjërat lindin edhe shpirtërisht, ndonjëherë gjërat lindin edhe nga frymëzimi që ne kemi, nga arti që ne posedojmë brenda vetes tonë, nga ajo që ne jemi në shpirt dhe ndoshta nuk kemi fuqinë për ta treguar. Luizi pati fatin që në Big Brother të tregoj shumë dimensione të shpirtit të tij. Në qoftë se ne kërkojmë brenda vetes tonë dhe ne ulemi flasim me veten, më besoni që do të gjeni shumë dimensione brenda në shpirt dhe do të kuptoni që shpirti ka shumë ngjyra. Dhe këto shumë ngjyrat, nëse ne i përdorim në jetë, ne mund të shndërrohemi në fenomen, ashtu siç arriti të shndrohet Luiz Eli. Luiz Eli një natë prej netësh ulet shkrua një skenar. Fillon të bëj një regji dhe i lindën ideja të bëjmë një film. Njëherë nisi si një ide dhe energjia e tëra u fokusua te kjo pjesa, te realizimi i filmit, si do duket filmi, me çfarë kamera do xhirohet, me çfarë produksioni, me çfarë regjizori dhe ëndrrën e tij, dëshirën e tij, idenë e tij, frymëzimin e tij, Luizi e bëri publik në story. Dhe me patjetër që regjisorët shqiptar ju afruan për ta ndihmuar dhe më pas Kiara Tito ishte ajo që dha ekskluzivitetin e madh të lajmit që së shpejti Luizi dhe Kiara do të sjellin një film. Një film që ka të bëjë me dashurinë, një film që ka të bëjë me të vërtetën, një film që ka të bëjë me goditjet që çifti mori të një pas njëshme pas daljes nga Big Brother. Do me thënë, unë e kam thënë gjithmonë, jo të gjithë ne duan të na shohin të lumtur, jo të gjithë ne duan të na shohin të arritshëm, të suksesshëm. Në momentin që ne arrim suksesin fillojnë në plumbat që bëhet rrugtimi më i vështirë, por me guxim, me patjetër që ti e vazhdon rrugtimin tënd. Dhe sot jemi në ditën e 4 të xhirimit, teksa Luizi vazhdon paralelisht të mbajë 2 profesione. Ai ka udhëtuar drejt koncertit në të cilin do të performon Weekend, ndërsa Kiara vazhdon me intensitet shumë të madh duke punuar me regjistrimet e filmit. Fotografitë e fundit nga prapaskenat e filmit janë këto fotografi që ju po shikoni në videon time, që Kiara duket shumë e lumtur, që Kiara po xhiron e veshur me një kostum të kuq me kutia, ndërsa kemi edhe prapaskenën se si Kiarën e bëjnë gati. Do me thënë, filmi është në regjistrim akoma, me patjetër që do të kemi 2 muaj montazh dhe në shkurt të vitit 2026, Luizi dhe Kiara kanë premtuar që filmi do të jetë premier në për të gjitha kinemat në kryeqytetet shqiptare. Do të kemi fatin të shohim Kiarën, do të kemi fatin të shohim Luizin, do të prekim emocionin e tyre, do të prekim dashurinë e tyre, nuk dyshoj që do të jetë një film me një sukses të jashtëzakonshëm, sepse Luizi dhe Kiara kanë suksesin e jashtëzakonshëm të tyre në rrugtimin e tyre të artit, në rrugtimin e tyre të ëndrrës së bukur. Por në fakt, kur shikoj këto fotografi, kur shikoj diçka të Kiarës, më kthen në retrospektiv dhe kthehem në Big Brother VIP Albania 2, në atë kohë kur Luizi dhe Kiara na jepnin emocione dhe dashuri. Së shpejti në tregun shqiptar do të vi filmi më i bukur. Unë në fakt dua që dhe kërkoj nga Kiara dhe Luizi teksa janë në xhirim le të japin edhe një sekuencë nga Luna Marise, do të ishte shumë bukur nëse edhe Luna do të ishte pjesë e këtij filmi, sepse nga informacionet që kam unë kemi të bëjmë me një film që lidhet me jetën e Kiarës edhe të Luizit. Si e shikoni ju filmin, si e shikoni ju xhirimet, njëkohësisht edhe energjinë e Kiarës në këndin tashmë të aktores?